Shqipjet versus Prishtina, javën që lan pas, ishte një ndeshje miqësore mes disa futbollistëve kosovar që luajnë për ekipet e huaja dhe klubit futbollistik Prishtina. Stadiumi Prishtinës ishte mbushur më shumë se kurrë. Çka kishin për të na thënë Lori Ktana, Valon Behrami, Samir Ujkani e disa të tjerë, e ndjekim bashkë materialin e radhës. Javën që na pas, stadiumi Kryeqytetit ishte përfshirë nga një fluks i madh njerëzish, shikuesish, adhurues, media të ndryshme, për gjithë këto ishte shkak si loja, që u zhvillua mes klubit Prishtina dhe futbollistëve kosovar që tashmë janë pjesë e ekipeve të ndryshme botërore. Kjo ngjarje solli shumë emocion, ishte dita e shtërimit të Prishtinës dhe gjithashtu 90 vjetori i klubit Prishtina. Kena pas shumë nevojë edhe faleminderit edhe prej yjeve të futbollit që kanë ardhur sot për këtë takim. Edhe po zhvillohet një ndeshje mjaft interesante, nuk ka dhe të thotë armiqësi, është gjithë shka po shkon mirë. Kjo është një ndeshje mes dy vllazëve, një ndeshje vllazërore definitivisht. Edhe është një nder që kanë ardhur këta yjet e futbollit tonë ku na përfaqësojnë dhe janë ambasadorët më të mirë të Kosovës në çdo ekip tyre që na prezantojnë. Atmosfera e mirë dhe po besoj që ka më qenë lojë ferm, çish u kanë deri tash. Gjithashtu këngëtari njëkohësisht nënkryetari i klubit të Prishtinës Afrim Muqiqi shprehi emocionet e tij për ndeshjen që po mbahej. Ky është evenimenti më i madh që ka bërë kryesia e klubit futbollistik Prishtina. Ja kemi arritur qëllimin që pikërisht për 90 vjetor të klubit thjesht ta kthejmë atmosferën e viteve të tarta të Prishtinës. U luajtën dy pjesë të ndeshjes, brohërimat e mbështetjet ishin gjithmonë afër lojtarëve që bën showin për minutat e rezervuar. Pasi mbaroi gjithë shfaqja, Lori Ktana nuk nguroi duke thënë sa fjalë për vendlinjen e ndeshjen e vitit. Përveç që është vendlindja, është edhe një vend i veçantë vetëm për mua, por për gjithë familjen time, për çdo kosovar, për çdo që nga koha jugosllavise, mas lufte, është një vend simbol për neve. Edhe me ardhur në rast 90 vjetorit Prishtinës është diçka fantastike, njerëz kanë thonë që janë prezent, për shpresoj që ti kemi zbavit, pak ti kemi knaq. Gjithçka mbaroi me zhveshtorën e stadiumit sa i përket ndresave bar dhe kalter, për të vazhduar më pas me mbrëmjen dhe darkën e cila ishte rezervuar në një nga restoranet më luksoze të kryeqytetit. Aty ishin servuar ushqime nga më të ndryshmet, nga tradicionalja e deri tek ushqimet e detit. Arritën tashmë dhyjet të cilët po shijonin çdo detaj të mbrëmjes, të buzëqeshur po i shqetësonin paksa të pranishmit që po shkrepnin blicin pa ndërprerje. Të shoqëruar e me plot muhabet në një ndej elitare, përveç yjeve të futbollit ishin të pranishëm edhe shumë musafir të rrymave të ndryshme. Loriku, me një vetë ngjeshur sa i përket profesionit të tij, tashmë e di se çfarë ka rezervuar pas gjithë asaj lodhjeje. Loriku po Prishtinës vazhdon pushimet e tij. Do shkon pak në det, në pushim, do shkon të takon edhe pjesën e familjes. S'pak ti do rri edhe ja disa ditë në Kosovë mi taku familjar që nuk i takoj gjatë vitit. Ajo që pothuajse të gjitha femrave ju intereson, si mashkull, Cana ka kohë që është i zënë, prandaj syt tjetër kund. Loriku në jetën personale është shumë i mirë, është shumë qetë, kalon shumë mirë, është i lidhur me një vajzë që quhet Monika, që 1 vjet e gjys. Dhe po e vazhdojmë, kemi qështojmë të nasenët në Terezi, dhe po vazhdojmë kështu, lidhja është në drejtimin e duhur, po pa u nxitu. Mbrëmja po kalonte siç është më së miri në tingujt e muzikës së Afrim Muqiqit, e të pranishmit tani po fitonin kalorit me ushqime pije. I kishte faje të ndaja apo muzika që nuk u treguan edhe aq të zot sa për të vallëzuar. Kjo pyetje sa i përket kësaj mbrëmje nuk ka përgjigje. Ajo që ngjalli reagim nga presidenti i Napolit për vendin tonë ishte një lajm që ishte shkruar nga një portal vendas për Valon Behramin. Kjo i bëri të ketë problem lojtarit.
Unë në cilëtori Napoli nuk muna me pos kontakte me tjera klub, e kur shkum thonë që kom pos në i kontakte, që që shtash janë në regullat, që nuk drejtor me kontratën nuk mundet me folë me tjera sport, është që problemi ka që e ma, po shpresoj që prezidenti jonë kuptone, krejt si për parë. E saj përket Xhakës si duket nuk dinte çfarë të thotë, nuk u shpreh lirshëm. Nejse. Për dallim prej tij, Samir Ujkani kishte filluar të ketë një mendim tjetër për vendlidhjen e tij. Prishtina si gjithë Kosova është të preparuar shumë. Edhe kjo është një kënaqësi për ne sepse na kur vina, domethënë marrë vina një vit ose 2 vit e peshuam çdo herë më mirë. Kjo është shumë kënaqësi dhe inshallah vetëm përpara. Kështu darkës si erdhi fundi për të vazhduar me një ndejt organizuar enkas për ta. Duplex Club në Prishtinë i mirëpriti të gjithë me një ndejt deri në orët e hershme të mëngjesit.